Japonia mbetet një fuqi e rëndësishme globale me gjithë luhatjet e shumta fal ekonomisë së saj të përparuar, kapaciteteve teknologjike dhe ndikimit unik kulturor. Të dhënat e fundit tregojnë se ajo ka rënë në vendin e 4 më të madh në botë për sa i përket teknologjisë dhe aplikimit të saj, duke u tejkaluar nga Gjermania, por gjithsesi ruan një shkallë zhvillimi të konsiderueshëm, veçanërisht në prodhimin e automobilave, elektronikës dhe robotikës me cilësi të lartë. Japonia zotëron një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, të njohur si forcat e vetëmbrojtjes, pasi nga pikpamja ligjore vendi është i kufizuar në kapacitetet ushtarake për shkak të traktateve të pasluftës së dytë botërore. Në politikat diplomatike dhe ekonomike të Azisë Lindore dhe tregtisë ndërkombëtare, roli i Japonisë është shumë i rëndësishëm. Ndikimi kulturor është gjithashtu thelbësor, veçanërisht në industritë kreative, dizajn apo kulinari. Kultura pop japoneze ka fituar ndjekës masiv në mbar botën. Sfidat më të rëndësishme për vendin në terma afatgjat janë plakja e popullsisë dhe rënja e nivelit të lindjeve. Franca është gjithmonë prezente në shumë çështje globale. Pozicion ky i karakterizuar nga ekonomia e fortë dhe e larmishme, potenciali ushtarak dhe ndikimi qëndrueshëm politik dhe kulturor. Ajo ka disa pika të forta në sektor të ndryshëm si hapësira ajrore, farmaceutika, mallrat luksoze dhe turizmi. Këto e rendisin ndër vendet më të rëndësishme në ekonominë europiane dhe në Eurozonë. Në fushën e sigurisë, ajo ka një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, duke përfshirë një arsenal të konsiderueshëm bërthamor. Trashëgimia kulturore e Francës është shumë e pasur, me kontribute të rëndësishme në art, letërsi, filozofi dhe mod. Lidhjet e saj historike me ish kolonitë në Afrikë vazhdojnë të formosojnë politikën e saj të jashtme dhe t'i garantojnë një vend të rëndësishëm në vendimarrjen e këtyre shteteve.